Dhuna brenda familjes është një dukuri që po rritet shqetësueshëm vitet e fundit. Ndryshe nga e kaluara, kur lidhja dhe respekti ndërmjet prindit dhe fëmijës konsideroheshin të shenjta dhe udhërodhësi jetës familjare, sot po përballemi me raste kur kjo marrëdhënie e shenjtë po thyhet. Policia sot njofton për një rast të trishtueshëm ku djali ka ngritur duar ndaj babait të vet të moshuar. Mbrëm në rrugën e Ilindenit në Gostivar, punonjësit policor të Departamentit të Policisë së Gostivarit kanë ndaluar një 37 vjeçar nga ky qytet pas një denuncimi për sulm fizik ndaj babait të tij 67 vjeçar. I ndaluari është dërguar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të hartohet para shtresë përkatëse, thuhet në njoftimin e policisë. Ky incident lë pas një dhimbje të thellë jo vetëm për viktimën, por për të gjithë familjen dhe shoqërinë. Një baba, dikur figurë udhëheqëse e respektuar dhe burimi i sigurisë brenda shtëpisë, është sulmuar nga vetë djali i tij. Ky akt i dhunës është një reflektim i një dukurie të trisht në rritje, mungesa e respektit ndaj të moshuarve dhe atyre që kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë gjithçka për familjen. Në të kaluarën, fjala e prindit ishte ligj brenda familjes dhe sot për fat të keq po shohim raste kur figura e të moshuarit nuk respektohet më, ku dhuna dhe mosvlerësimi e zëvendësojnë dashurinë dhe mirënjohjen që njëherë ishin themeli i familjes. Ky rast duhet të na bëjë të reflektojmë si shoqëri dhe të ndërmarrim hapa të qartë për të mbrojtur më të dobtit dhe për të rikthyer respektin dhe dinjitetin që çdo prind meriton.